Prej muajsh, heshtja sundonte një shtëpi të shënuar nga humbja dhe mungesa e buzëqeshjeve. Por gjithçka ndryshon një pasdite të zakonshme, kur të qeshurat e fëmijëve dëgjohen nga dhoma e preferuar e bashkëshortes së ndjer. Atje, një e huaj me zemër të madhe arrin atë që askush tjetër nuk kishte arritur, t'i kthej gëzimin një familjeje të thyrë. Dhe pa e kuptuar, ajo bëhet ura mes dhimbjes së kaluarës dhe premtimit të një fillimi të ri. Përpara se të fillojmë këtë histori, mos harroni të abonoheni në kanalin ton, të lini një pëlqim në video, gjë që është shumë e rëndësishme për ne, dhe na tregoni nga cili qytet po e ndiqni këtë histori. Shiu i imët i Marsit lagte xhamat e makinës luksoze ndërsa Ardian Berisha ngiste nëpër rrugët e ngarkuara të Tiranës, duke u përpjekur të largonte mendimet që këmbëngulnin të ktheheshin. Edhe një ditë tjetër raskapitse në zyrë, edhe një mbledhje tjetër që ishte zgjatur deri pas orës 7 të mbrëmjes, edhe një justifikim tjetër për të mbërritur në shtëpi kur fëmijët tashmë do të ishin në gjumë. Kishin kaluar 8 muaj që jeta e tij ishte përmbledhur në këtë rutinë mekanike arratisjeje. 8 muaj që kur Elira ishte larguar duke marrë me vete jo vetëm dashurinë e jetës së tij, por edhe gëzimin që dikur banonte në çdo cep të asaj shtëpie. Semafori i kuq e detyroi të ndalonte dhe Ardiani e shfrytëzoi rastin për të masazhuar tëmthat, duke ndier peshën e dhimbjes së kokës që ishte bërë shoqëruesja e tij e vazhdueshme. Në sediljen e pasme, disa dosje me kontrata të rëndësishme ndanin hapësirën me një arush pelushi që Hana e kishte harruar në makinë javë më parë. Ai e shikoi lodrën përmes pasqyrës dhe ndjeu atë therrje të njohur në gjoks. Kur ishte hera e fundit që e kishte parë të bien të përqafonte atë arush? Kur ishte hera e fundit që i kishte dëgjuar fëmijët e tij të qeshnin me të vërtetë? Shtëpia në blok ishte me dritat ndezur kur ai më në fund mbërriti. Zonja Lirie, vjera e tij, kishte insistuar aq shumë për të punësuar dikë që të kujdesej për fëmijët, saqë Ardiani thjesht kishte pohuar, tepër i lodhur për të argumentuar. Që nga vdekja e Elirës, ajo grua përpiqej të mbushte boshllëkun e lënë nga e bija, por Ardiani e dinte se as gjithë përkushtimi i botës nuk do të ishte në gjendje të zëvendësonte një nën. Ai vetë nuk arrinte të ishte babai që duhej të ishte. Si mund të arrinte një e huaj atë që ai, babai i tyre, nuk e arrinte dot? Parkoi në garazh dhe mori frym thellë para se të dilte. Edhe një natë tjetër heshtje e priste. Edhe një natë tjetër me fëmijë të qetë, që hanin pa oreks, luanin pa entuziazëm, ekzistonin pa jetuar. Besniku, më i madh i 8 vjeç, ishte bërë një i rritur në miniatur, tepër serioz për moshën e tij. Hana, 6 vjeçe, kalonte orë të tëra duke vizatuar të ëmën në copa letre që më pas i fshiten nën krevat. Dhe Genti, vetëm 4 vjeç, thjesht kishte pushuar së foluri me të njëjtën shpejtësi si më parë, sikur fjalët të kishin humbur kuptimin bashkë me praninë e Elirës. Ardiani hapi derën e shtëpisë duke pritur heshtjen e zakonshme, por diçka e bëri të ndalonte në korridorin e hyrjes. Një tingull i çuditshëm, pothuajse jo real, kumbonte nëpër korridor. Ju deshën disa sekonda për të identifikuar se çfarë ishte, dhe kur më në fund e njohu, zemra i rahu fort. Të qeshura. Të qeshura fëmijësh, të sinqerta, që vinin nga dhoma e ndenjes. Për një moment, mendoi se po delironte. Kishte kaluar aq shumë kohë pa e dëgjuar atë tingull saqë arriti të pyeste veten nëse nuk po imagjinonte gjëra. Por jo, ja ku ishte përsëri. Një e qeshur kristalore që mund të ishte vetëm e Hanës, e ndjekur nga e qeshura më e përmbajtur e Besnikut dhe nga klithmat e gëzueshme të Gentit. Ardiani lëshoi dosjen në 2 sheme dhe eci në drejtim të tingullit, me zemrën që i rrite aq fort sa i shkaktonte dhimbje. Dera e dhomës së ndenjes ishte pak e hapur dhe përmes të çarës ai mund të shihte një skenë që e la plotësisht pa fjalë. 3 fëmijët e tij ishin në tapet, duke qeshur dhe luajtur siç nuk kishin bërë prej muajsh. Besniku mbante një kukull të improvizuar të bërë me një çorape, Hana duartrokiste e magjepsur dhe Genti rrotullohej në 2 sheme, duke qeshur pa pushim. Dhe në qendër të asaj mrekullie, e gjunjëzuar në tapet sikur të ishte edhe ajo një fëmijë, ishte një grua që Ardiani mezi e shihte mirë. Ajo duke i rreth të 20-tave, me flok kaçurel të mbledhur në një topuz të çrregullt, vishte rroba të thjeshta dhe mbante një kukull tjetër në dorë. Zëri i saj ishte i butë dhe melodios ndërsa bënte zëra të ndryshëm për personazhet, duke krijuar një histori të vogël që i mbante fëmijët plotësisht të hipnotizuar. Kishte diçka në mënyrën se si lëvizte, se si ndërvepronte me ta, që ishte në të njëjtën kohë profesionale dhe plotësisht amtare. Ardiani qëndroi aty, i fshehur pas derës, duke parë atë skenë që dukej si e shkëputur nga një kohë tjetër.
Një kohë kur shtëpia e tij ishte plot jetë, kur fëmijët e tij ishin fëmijë të vërtetë. Lotët filluan t'i formoheshin në sy, por ai i përmbajti. Nuk mund ta prishte atë moment. Nuk mund ta thyente magjinë që po ndodhte. Gruaja, e cila mund të ishte vetëm kujdestarja e re e punësuar nga zonja lirie, e vuri re praninë e tij para se ai të vendoste të hynte. Ajo ngriti sytë në drejtim të derës dhe shikimet e tyre u takuan për një çast. Në vend që të dukej e zënë ngushtë që e kishte kapur duke luajtur në dy sheme, ajo buzëqeshi. Një buzëqeshje e sinqertë, pa nxitim, si dikush që nuk ka asgjë për të fshehur. Besniku ishte i pari që vuri re praninë e të atit. Babi bërtiti duke vrapuar drejt tij. Por në vend të pritjes formale dhe të përmbajtur të muajve të fundit, djali ishte rrezatues. Duhet ta njohësh Teze Anisën. Ajo bën zëra qesharak dhe di të bëj avion letre që fluturojnë vërtet. Hana ju bashkua të vëllait duke tërhequr dorën e të atit me një gjallëri që Ardiani nuk e kishte parë prej një përjetësie. Babi, shiko çfarë na mësoi Teze Anisa. Ajo vrapoi te tavolina dhe solli një vizatim me ngjyra. Nuk ishte më një nga paraqitjet melankolike të së-ëmës, por një vizatim vibrant i një familjeje që luante në park. Genti, më i vogli, u afrua me droj, por me sy që i shkëlqenin. Babi, Teze Anisa tha se nesër do të bëjmë biskota. Do të na ndihmosh? Ardiani shikoi fëmijët, pastaj gruan që vazhdonte e gjunjëzuar në tapet, duke rregulluar lodrat me natyrshmëri. Ajo ishte ngritur dhe tani e shikonte me një shprehje të qetë, duke pritur të prezantohej. Mirëmbrëma, zoti Ardian. Unë jam Anisa, kujdestarja e re. Shpresoj të mos ju bezdis rëmuja. Pikërisht po i rregulloja të gjitha para orës së darkës. Zëri i saj ishte pikërisht siç e kishte imagjinuar Ardiani, i qetë, melodios, por me një qëndrueshmëri delikate që transmetonte besim. Kishte diçka në sytë e saj, një thellësi që nuk përputhej me rininë e dukshme të fytyrës së saj. Jo, nuk ka asnjë problem, arriti të përgjigjej Ardiani, ende duke procesuar transformimin që shitet e fëmijët e tij. Në fakt, unë. Ka shumë kohë që nuk i shija kaq të gjallë. Anisa anoi lehtë kokën, një gest që tregonte mirëkuptim pa pasur nevojë për fjalë. Ata janë fëmijë të veçantë. Thjesht kishin nevojë për pak kohë për t'u ndjerë rehat. Besniku tërhoqi mëngën e këmishës së të atit. Babi, do të hash darkë me ne sot? Teze Anisa ka bërë makarona siç i bënte mami. Përmendja e Elirës krijoi një moment heshtjeje në dhomë. Ardiani pa Anisën të tensiononte lehtë supet, sikur të ishte e përgatitur për të përballuar çdo reagim. Por në vend të dhimbjes së thellë të zakonshme, Ardiani ndjeu diçka ndryshe. Një nostalgji të ëmbël, pothuajse ngushëlluese. Sigurisht, tha ai, duke befasuar veten. Do të ngjitem shpejt lart të ndërrohem dhe zbres menjëherë. Ndërsa ngjiste shkallët, Ardiani mund të dëgjonte Anisën duke organizuar fëmijët për darkë. Zëri i saj kumbonte nëpër shtëpi në një mënyrë që e bënte të dukej më pak e zbrazët, më pak e heshtur. Në dhomë, ndërsa ndërronte kostumin me rroba më të rehatshme, e gjeti veten duke menduar se kur ishte hera e fundit që kishte ngrënë darkë me fëmijët. Zakonisht, kur arrinte, ata tashmë ishin në gjumë ose gati për të fjetur. Pasqyra e dhomës reflektonte një burr që dukej se ishte plakur me vite në pak muaj. Flokët gështenjë kishin fije të thinjura që nuk ekzistonin më parë, dhe kishte rrudha rreth syve që tregonin historinë e netëve pa gjumë dhe shqetësimeve të vazhdueshme. Ardiani kaloi dorën nëpër fytyrë duke ndjerë mjekrën që ishte rritur gjatë ditës dhe pyeti veten se kur kishte pushuar së kujdesuri për pamjen e tij. Zbriti në dhomën e ngrënies dhe gjeti një skenë që e transportoi në kohë. Tavolina ishte shtruar me të njëjtën kujdes siç e kishte zakon Elira, me peceta cope dhe madje edhe një qiri të vogël në qendër. Fëmijët bisedonin gjallërisht ndërsa Anisa shërbente makaronat, duke marrë pjesë në bisedë me natyrshmëri. Teze Anisa tha se mund të mbjellim një kopsht perimesh në obor, njoftoi Hana sapo Ardiani u ul. Ajo di të rrisë domate qershi. Dhe ajo premtoi se do të bëjmë një shtëpi në pemë, plotësoi besniku, i entuziazmuar. Një shtëpi të vërtet, me shkallë e gjithçka. Genti, i cili zakonisht hante në heshtje, po llomote për një libër me përralla që Anisa kishte sjell. Ardiani vëzhgonte gjithë këtë me një përzierje mirënjohjeje dhe habie. Si kishte arritur ajo grua, në vetëm disa orë, të zgjonte një gëzim që ai ishte përpjekur ta rikthente për muaj të tërë pa sukses?
Gjatë darkës, Anisa mbajti një qëndrim të respektueshëm, duke marrë pjesë në biseda kur i kërkohej, por gjithmonë duke e bërë të qartë se e njihte vendin e saj. Ajo nuk përpiqej të ishte e lira, nuk përpiqej të zinte një hapësirë që nuk i përkiste. Në vend të kësaj, krijonte vendin e saj, duke sjellë një energji të re që plotësonte kujtimin e nënës, pa u përpjekur ta fshinte atë. Kur fëmijët mbaruan së ngrëni, Anisa filloi t'i organizonte për banjë dhe për të fjetur. Ardiani ofroi ndihmë, por ajo e refuzoi me butësi, duke thënë se tashmë kishte një rutinë të vendosur me ta. Ai mbeti në dhomën e ngrënies, duke dëgjuar tingujt që vinin nga kati i sipërm. Të qeshura gjatë banjës, biseda të gjalla gjatë larjes së dhëmbëve dhe pastaj diçka që e emocionoi thellësisht, besniku duke lexuar një histori me zë të lartë për vëllezërit e motrat e tij më të vegjël. Kur Anisa zbriti gati një orë më vonë, Ardiani ishte ende i ulur në tavolinë, i humbur në mendime. Ata po flen, informoi ajo, duke filluar të mblidhte pjatat. Nesër kam ndërmend t'i çoj në park, nëse ju nuk keni kundërshtim. Besoj se pak ajër i pastër dhe ushtrime do t'u bëjnë mirë të gjithëve. Ardiani u ngrit dhe e ndihmoi të çonte pjatat në kuzhinë. Anisa, mund të bëj një pyetje? Ajo ndaloi atë që po bënte dhe e shikoi, e gatshme për të dëgjuar. Si e arrite këtë? Në pak orë, ti bëre diçka që unë u përpoqa ta bëja për muaj të tërë pa sukses. Anisa shpëlau një pjatë para se të përgjigjej, duke u dukur se po zgjidhte fjalët me kujdes. Fëmijët thjesht kishin nevojë për leje për të qenë përsëri fëmijë. Ndonjëherë, kur vuajmë, harrojmë se është e mundur të jesh i lumtur pa e fyer kujtimin e atij që kemi humbur. Thjeshtësia e asaj përgjigjeje e goditi Ardianin në një mënyrë që ai nuk e priste. Leje për të qenë fëmijë. Kjo ishte ajo që ai nuk arrinte t'ua jepte fëmijëve, sepse as ai vetë nuk i kishte dhënë leje vetes për të jetuar përsëri. A ke përvojë me situata të tilla? Pyeti ai. Anisa bëri një pauzë më të gjatë këtë herë dhe Ardiani pa një hije të kalonte nëpër sytë e saj. Kam përvojë me humbjet, zoti Ardian. Dhe kam mësuar se zia nuk duhet të jetë një burg. Kishte diçka në mënyrën se si e tha këtë që sugjeronte një histori personale pas fjalëve, por Ardiani nuk e ndjeu veten në të drejtë të pyeste më shumë. Në vend të kësaj e falenderoi për ditën e mrekullueshme që u kishte dhuruar fëmijëve të tij dhe u tërhoq në zyrë. Vetëm në shenjtëroren e tij të punës, Ardiani hapi laptopin me qëllim që të rishikonte disa kontrata, por mendja e tij vazhdonte të kthehej te skena që kishte dëshmuar më herët. Kishte diçka te Anisa që e intrigonte, diçka përtej kompetencës së saj të dukshme profesionale. Mënyra se si ndërvepronte me fëmijët ishte tepër e sinqertë për të qenë thjesht punë. Atëherë ju kujtua se mezi i kishte kushtuar vëmendje cvës së saj kur zonja Lirie ja solli për miratim. Në atë kohë, ishte aq i zhytur në vuajtjen e tij saqë thjesht kishte pohuar me kokë për çdo sugjerim të vjerrës. Tani, megjithatë, ndjente kureshtje. Gjeti dosjen me dokumentet në sirtar dhe e shfletoi derisa gjeti cvën e Anisa Kostës. Ishte 24 vjeçe, me arsim në pedagogji, përvojë të mëparshme si dado dhe mësuese e arsimit parashkollor. Referenca të patëmet. Por ishte rreshti i fundit që i tërhoqi vëmendjen dhe e bëri ta rilexonte disa herë, vëzhgime personale, e kuptoi zin. Nuk do t'i shmangem asaj. Ajo fjali e thjesht e la të menduar. Kush shkruante diçka të tillë në një savë? Dhe pse zonja Lirie nuk e kishte përmendur këtë kur sugjeroi punësimin? Ardiani ndjeu se kishte shumë më tepër në historinë e Anisës se sa dukej, por në të njëjtën kohë, një ndjenjë lehtësimi e pushtoi. Ndoshta, më në fund, kishte gjetur dikë që e kuptonte vërtet atë që po kalonte familja e tij. Atë natë, për herë të parë në 8 muaj, Ardiani arriti të flinte pa marrë ilaçin për pagjumësi. Dhe për herë të parë në 8 muaj, nuk pa ëndra të këqija me Elirën. Në vend të kësaj, ëndërroi të qeshura fëmijësh që kumbonin nëpër korridoret e shtëpisë së tij, dhe kur u zgjua të nesërmen në mëngjes, për një moment të shkurtër, harroi se po jetonte një zi. Javët në vijim sollën një transformim që Ardiani kur nuk e kishte imagjinuar të ishte i mundur. Shtëpia që për muaj të tërë kishte mbetur e mbështjell në një atmosferë të rënd heshtjeje dhe malli filloi të pulsonte me jetë përsëri. Në mëngjes, para se të dilte për në punë, Ardiani pritej nga fëmijët që vraponin drejt tij për t'i treguar ndonjë krijim të bërë me Anisën. Vizatime me ngjyra, palosje letrash, eksperimente të vogla shkencore me sod buke dhe uthull që e bënin Gentin të bërtiste nga gëzimi.
Anisa kishte vendosur një rutinë që funksiononte si një orë, por që kur nuk dukej e ngurtë apo e detyruar. Fëmijët hanin mëngjesin së bashku, gjithmonë me ndonjë risi në menu. Ajo kishte zbuluar se besniku i adhuronte petullat në formë kafshësh, se Hana kishte një pasion të fshehtë për frutat e pyllit dhe se Genti hante vezë vetëm nëse mund të bënin fytyra me salcë domatesh. Detaj që Ardiani, i turpëruar, pranonte se nuk i dinte për fëmijët e tij. Pas dite, kur kthehej nga puna, Ardiani filloi të gjente skena që e befasonin çdo ditë. Një ditë, të tre ishin në kopsht duke mbjell fidan borziloku dhe sallate në një kopsht të improvizuar që Anisa kishte krijuar me arka druri. Një ditë tjetër ishin në dhomën e ndenjes të shndërruar në kamp, me çarçaf të lidhur në karrige që formonin një tend ku Hana u tregonte histori vëllezërve duke përdorur elektrik dore për të bërë hije në mur, por ajo që e impresiononte më shumë Ardianin ishte mënyra se si Anisa përballonte momentet e vështira. Sepse ato ende ekzistonin. Kishte pasdite kur Hana qante duke kujtuar ndonjë këngë që këndonte ema, ose net kur Genti zgjoi duke kërkuar e lirën. Në vend që të përpiqej t'i shpërqendronte ose të ndryshonte temë, Anisa ulej me ta, i dëgjonte, i linte të flisnin për të ëmën dhe pastaj, me një delikatesë pothuajse magjike, i ndihmonte ta transformonin mallin në diçka më pak të dhimbshme. Në një nga këto raste, Ardiani dëshmoi një bisedë që e shënoi thellësisht. Hana kishte gjetur një shishe parfumi të elirës dhe po qante në dhomën e prindërve. Anisa e gjeti atje dhe, në vend që ta largonte nga ambienti, u ul pranë saj në krevat. Dhem shumë kur ndjejmë aromën e atij që duam, apo jo, tha Anisa, duke i kaluar dorën nëpër flokët e vajzës. Është sikur ajo të ishte këtu, por në të njëjtën kohë e di që nuk është, qau me dënes Hana. E di çfarë kam mësuar? Që njerëzit që duam nuk largohen kur me të vërtetë. Ata mbeten këtu, Anisa vendosi dorën mbi zemrën e Hanës. Dhe këtu, preku ballin e vajzës. Dhe kur ndjejmë aromën e tyre, ose shohim diçka që na i kujton, nuk është mendja jon që na bën një reng. Është zemra jon që na thot se dashuria që ndjejmë për ta është e gjallë. Ardiani, që vëzhgonte i fshehur te dera, ndjeu syt t'i mbusheshin me lodh. Kishte diçka në mënyrën se si Anisa fliste për dashurinë dhe humbjen që zbulonte një përvojë të thellë dhe personale me këtë temë. Edhe ti ke humbur dikë që e doje shumë, pyeti Hana, me pafajësinë e fëmijëve që bëjnë pyetjet më të drejtë për drejta. Anisa vonoi të përgjigjej dhe kur e bëri, zëri i saj ishte i ngarkuar me emocion të përmbajtur. Po, e dashur. Kam humbur personin më të rëndësishëm të jetës sime. Por e di çfarë zbulova. Që edhe kur ata largohen, dashuria që kemi për ta na bën njerëz më të mirë. Dhe kur duam njerëz të tjerë, siç ju dua unë juve, është sikur marrin një copës të tyre me vete. Atë natë, pasi fëmijët fjetën, Ardiani nuk arriti të përqendrohej te dokumentet që kishte sjell nga zyra. Biseda që kishte dëshmuar e linte të shqetësuar, kureshtar për historinë e Anisës. Ajo kishte përmendur se kishte humbur dikë të rëndësishëm, por kë? Dhe çfarë e kishte shtyrë të punonte duke u kujdesur për fëmijën në zi? Ishte pothuajse mesnat kur Ardiani doli nga zyra në kërkim të një gote uji në kuzhinë. Shtëpia ishte e heshtur, me vetëm dritën e kopshtit që ndriçonte hollësisht korridoret. Por kur kaloi pranë bibliotekës, pa një dritë të zbehtë që vinte nga brenda. U afrua dhe gjeti Anisën të ulur në një poltron, duke lexuar një libër në dritën e një abazhuri. Ajo ngriti syt kur e pa te dera. Më falni, shpresoj të mos ju bezdis. E adhuroj këtë cep, dhe me që nuk fle dot shumë herët. Nuk bezdis as pak, tha Ardiani, duke hyrë në bibliotekë. Në fakt, edhe unë kam pa gjumësi. Mund të ulem? Anisa pohoi duke mbyllur librin. Ardiani vuri re se ishte një kopje e Princit të vogël, me disa shënime në përfaqe. Një nga të preferuarit e Elirës, komentoi ai duke treguar librin. Është një libër që e lexoj sa herë që kam nevojë të kujtoj gjëra të rëndësishme, tha Anisa, duke përkëdhelur kopertinën. Ka një pasazh për të parit me zemër që më ndihmon në momente të vështira. Ardiani u rehatua në poltronën pranë saj. Kishte diçka në atë ambient, në gjysmë errësirën e butë të bibliotekës, që krijonte një atmosferë intimiteti dhe besimi. Ishte sikur ajo hapësirë ftonte për rrëfime. Mund të bëj një pyetje personale, tha Ardiani, pas disa çastesh heshtjeje të rehatshme. Anisa e shikoi dhe ai pa në ata sy kafe një pjekuri që nuk përputhej me 24 vitet e deklaruara në cvën e saj.
Po, mundesh. Çfarë doje të thoje kur i dërhejnë se ke humbur personin më të rëndësishëm të jetës tënde? Anisa gërshetoi gishtat mbi libër dhe qëndroi në heshtje për aq gjatë sa Ardiani mendoi se nuk do të përgjigjej. Kur më në fund foli, zëri i saj ishte pothuajse një pëshpërim. Unë kisha një vajzë. Ilirianën. Ajo do të ishte 4 vjeçe sot. Ardiani ndjeu impaktin e atyre fjalëve si një grusht në stomak. Një vajzë. Anisa kishte humbur një vajzë. Si filloi ai, por u ndërpre, duke kuptuar se ndoshta ishte një pyetje tepër ndërhyrëse. Leuqemi, plotësoi Anisa, sikur ta dinte se çfarë do të pyeste. Ajo luftoi për 2 vjet. 2 vjet spital, trajtime, shpresa që ngriheshin e uleshin si në një slidë. Isha një vajzë kur mbeta 7 zën, vetëm 18 vjeçe. Babai i saj u zhduk kur mori vesh diagnozën. Kështu që ishim vetëm ne të dyja kundër botës. Lotët filluan të rridhnin nëpër fytyrën e Anisës, por ajo nuk bëri asnjë përpjekje t'i fshinte. Ishte sikur më në fund të gjente një hapësirë të sigurt për ta lënë dhimbjen të dilte. Iliriana është e pamundur ta përshkruash një fëmijë me fjalë. Ajo arrinte të gjente gëzim në gjërat më të vogla. Edhe në ditët më të vështira të trajtimit, ajo më bënte të qeshja. Thoshte se kur të rritej, do të bëhej doktoresh për të shëruar fëmijë të tjerë si ajo. Ardiani ndjeu një ny në fy. Ngjashmëria midis historive të tyre ishte shkatëruese dhe, në të njëjtën kohë, krijonte një urë mirëkuptimi që ai kur nuk e kishte përjetuar me askën. Kur ajo u largua, unë hyra në një fazë shumë të errët të jetës sime, vazhdoi Anisa. Ndala studimet, ndala punën, ndala së jetuari. Kaluan muaj kështu, derisa një punonjëse sociale më tregoi një mundësi praktike në një kopshtë që u shërbente fëmijëve në nevojë. Në fillim, unë rezistova. Si mund të kujdesesha për fëmijë të tjerë kur nuk kisha arritur të shpëtoja timen? Çfarë ndryshoi? Gjeta një djalë 3 vjeçar në kopshtë që po kalonte të njëjtën situatë si Iliriana. Ai quhej Arben dhe ishte gjithashtu në trajtim për leuqemi. Kur e pash duke luajtur vetëm në një cep, me frikë të afrohej me fëmijët e tjerë, pash Ilirianën tek ai. Dhe kuptova se ndoshta mund ta nderoja kujtimin e vajzës sime duke ndihmuar fëmijë të tjerë të ishin të lumtur. Ardiani qëndroi në heshtje, duke absorbuar çdo fjalë të asaj historie. Tani e kuptonte lidhjen e veçantë që Anisa kishte me fëmijët e tij, mënyrën se si arrinte të lundronte në përzinë e tyre me kaq shumë ndjeshmëri. Arbeni u shërua, vazhdoi Anisa, dhe për herë të parë një buzëqeshje u shfaq në fytyrën e saj. Sot ai është 8 vjeç dhe është mirë. Dhe sa herë që e shoh, ndjej se Iliriana po buzëqesh gjithashtu. Prandaj punon me familje në situata si e jona? Po. Zbulova se kur po kalojmë një humbje, ndonjëherë kemi nevojë për dikë që e kupton dhimbjen tonë pa u përpjekur ta rregullojë atë. Dikë që e di se është e mundur të jesh përsëri i lumtur pa ndier faj. Ardiani mori frym thellë, duke ndier një lidhje me Anisën që shkonte shumë përtej marrëdhënies profesionale. Kishte diçka çliruese në të folurit më në fund me dikë që e kuptonte vërtet kompleksitetin e zis. Edhe unë ndihem fajtor kur qesh, rrëfeu ai. Kur i shoh ata të lumtur me ty, ka momente që ndjehem sikur po tradhtoj kujtimin e Elirës. Çfarë mendon se do të thoshte ajo po të ishte këtu duke ju parë të buzëqeshnit përsëri? Pyetja e Anisës e goditi në mënyrë të papritur. Ardiani mbylli sytë dhe, për herë të parë në muaj, u përpoq të imagjinonte Elirën duke vëzhguar skenën në vend që të përpiqej të shmangte të menduarit për të. Ajo do të ishte e lumtur, tha ai, pothuajse i befasuar nga përgjigja e tij. Elira gjithmonë thoshte se përgjegjësia jonë më e madhe si prindër ishte të siguronim që fëmijët tanë të ishin të lumtur. Atëherë ju nuk po tradhtoni askën. Po nderoni kujtimin e saj në mënyrën më të bukur të mundshme. Ata qëndruan në heshtje për disa minuta, secili i humbur në mendimet e veta. Ardiani ndihej më i lehtë se kur në muaj. Kishte diçka shëruese në praninë e Anisës, një mënyrë për të përballuar dhimbjen që nuk përpiqej ta fshinte atë, por që e transformonte në diçka konstruktive. Mund të pyes diçka, ishte radha e Anisës të thyente heshtjen. Sigurisht. Si ishte Elira? Dua të them, përveç se ishte nëna e fëmijëve. Si person, si grua. Ardiani buzëqeshi, duke kuptuar se për herë të parë arrinte të fliste për gruan e tij pa ndier atë dhimbje të thellë në gjoks. Elira ishte intensive. Në kuptimin më të mirë të fjalës.
Ajo nuk bënte asgjë për gjysmë. Kur donte me gjithë forcën. Kur zemërohej, e dinte e gjithë shtëpia. Kur qeshte, ishte në gjendje të infektonte çdo përreth. Anisa dëgjonte me vëmendje dhe Ardiani kuptoi se ajo vërtet donte ta njihte Elirën, jo nga kureshtja, por nga respekti. Ajo gatuante duke kërcyer. Sa herë që hynte në kuzhinë, vinte muzikë me zë të lartë dhe kërcente ndërsa përgatiste ushqimin. Djemt e adhuronin këtë. Besniku gjithmonë përpiqej të imitonte hapat e saj, Hana këndonte bashkë me të dhe Genti duartrokiste në karrigen e tij. Prandaj ata u gëzuan aq shumë kur bëra makarona duke kërcyer në kuzhinë ditën tjetër, tha Anisa duke buzëqeshur. Ti e bëre këtë? Po. Besniku tha se nëna e tij gjithmonë gatuante duke kërcyer, kështu që vendosa ta provoj. Më në fund më mësuan disa hapa që ajo bënte. Ardiani ndjeu një emocion të çuditshëm, një përzierje malli dhe mirënjohjeje. Anisa nuk po përpiqej të zëvendësonte Elirën, por po gjente mënyra për ta mbajtur gjallë kujtimin e saj në një mënyrë që u bënte mirë fëmijëve. Faleminderit, tha ai, dhe Anisa u duke hutuar. Përse? Që nuk përpiqesh ta fshish atë nga historia jonë. Që kupton se ata mund të duan ty pa e harruar nënën e tyre. Kur nuk do ta bëja këtë. Dashuria e një nëne është e shenjtë. Roli im këtu është të kujdesem për ta derisa ju të jeni gati të kujdeseni për njëri tjetrin përsëri. Mënyra se si Anisa e tha këtë, sikur prania e saj të ishte e përkohshme, shkaktoi një ndjesi të çuditshme tek Ardiani. Ai nuk kishte ndaluar të mendonte se një ditë ajo mund të largohej. Ideja e shqetësoi më shumë se sa do të donte ta pranonte. Po ti? Ke ndërmend të kesh fëmijë të tjerë ndonjë ditë? Pyeti ai, duke u përpjekur të ndryshonte temë. Anisa buzëqeshi me trishtim. Nuk e di nëse jam në gjendje. Iliriana lindi nga dashuria ime e parë, nga ajo dashuri adoleshente që mendon se do të zgjas për gjithmonë. Pasi e humba, ndërtova një mur rreth zemrës sime. Është më e sigurt të duash fëmijët e të tjerëve, sepse në fund të ditës unë largohem dhe dhimbja, nëse vjen, nuk do të jetë e përhershme. Ardiani e vëzhgoi me vëmendje. Kishte një kontradikt në ato fjalë. Mënyra se si Anisa kujdesej për fëmijët e tij, si ishte përfshirë me ta, nuk dukej as pak e përkohshme. Dukej e thellë, e vërtet, e përhershme. Po sikur të lidhesh shumë, pyeti ai. Po sikur largimi të bëhet i pamundur? Anisa e shikoi për një moment të gjatë dhe Ardiani pa në sytë e saj se edhe ajo ja kishte bërë këtë pyetje vetes. Unë përpiqem të mos mendoj për këtë, tha ajo, duke shmangur shikimin. Në atë moment, sikur të ishin thirrur nga biseda, besniku u shfaq në derën e bibliotekës, i veshur me pijame të Spidermanit dhe duke fërkuar sy. Babi? Teze Anisa? Pse jeni zgjuar? Anisa u ngrit menjëherë duke u kthyer në modalitetin e kujdestares. Pate makth, i dashur? Jo, thjesht u zgjova dhe kisha etje. Dhe pash dritën këtu. Ardiani u ngrit gjithashtu. Do t'i marr unë ujë. Nuk ka nevojë, tha Anisa. Do të shkoj unë. Besnik, do që të lexoj një histori për të fjetur? Djali pohoi, ende i përgjumur. Ardiani i vëzhgoi duke dalë së bashku nga biblioteka, besniku duke mbajtur dorën e Anisës me besim të plotë dhe ndjeu diçka që nuk arrinte ta përcaktonte saktësisht. Ishte mirënjohje, po. Ishte lehtësim që shihte djalin e tij duke u kujdesur me aq shumë dashuri. Por kishte diçka më shumë, diçka që e friksonte për nga intensiteti. Të nesërmen në mëngjes, Ardiani u zgjua herët dhe zbriti për të pirë kafe para se të dilte për në punë. Gjeti Anisën në kuzhinë duke përgatitur mëngjesin e fëmijëve. Ajo po kërcente përsëri lehtë ndërsa përziente vezët dhe Ardiani qëndroi duke e vëzhguar për disa çaste para se të shfaqej. Mirëmëngjes, tha ai duke hyrë në kuzhinë. Mirëmëngjes, zoti Ardian. Kafe? Të lutem. Dhe Anisa? Po. Faleminderit për bisedën e djeshme. Ka shumë kohë që nuk arrija të flisja për Elirën pa u ndjerë sikur po më thernin me thikë. Anisa buzëqeshi duke i shërbyer kafen. Të flasësh për ata që duam është një mënyrë për t'i mbajtur gjallë. Nuk duhet të kemi kur frikë nga kjo. Në atë moment, Hana u shfaq duke vrapuar në kuzhinë, e ndjekur nga Genti. Babi, e ke parë surprizën që ka përgatitur teze Anisa për mëngjes?
Ardiani shikoi në drejtimin që tregonte Hana dhe pa një tavolinë të vogël të shtruar në kopsht, me një mbulesë me kuadrate dhe lule në qendër. Ishte një mëngjes në ajër të pastër. Mendova se do të ishte mirë të shijonim diellin e mëngjesit, shpjegoi Anisa. Dhe fëmijët e adhurojnë të hanë jashtë shtëpisë. Besniku erdhi duke vrapuar gjithashtu, tashmë i veshur për shkollë. Babi, mund të hash mëngjes me ne para se të shkosh në punë? Ardiani shikoi orën. Kishte një mbledhje në 9, por kur ishte hera e fundit që kishte ngrënë mëngjes me fëmijët? Sigurisht, tha ai, duke u ndjerë i befasuar nga përgjigja e tij. Mëngjesi në kopsht ishte një zbulesë. Fëmijët bisedonin gjallërisht për planet e ditës, Anisa merrte pjesë në biseda me natyrshmëri dhe Ardiani e gjeti veten duke u çlodhur në një mënyrë që nuk i kishte ndodhur prej muajsh. Kur më në fund shikoi orën, kuptoi se kishte vetëm 15 minuta për të arritur në zyrë. Duhet të vrapoj, tha ai, duke u ngritur me nxitim. Babi, e thiri besniku kur ai tashmë po largohej. Sot teze Anisa do të na çojë të vizitojmë një park të ri. Do të vish me ne pas pune? Ardiani ndaloi. Një program familjar. Prej sa kohësh nuk e kishim bërë këtë? Në çfarë do të shkoni? Rreth orës 5 pasdite u përgjigj Anisa. Në parkun e madh të liçenit. Kam dëgjuar se ka një zonë të bukur për piknik. Ardiani mendoi shpejt për agjendën e ditës. Kishte 2 mbledhje që mund të riplanifikoheshin dhe një prezantim që mund të shtyhej për ditën tjetër. E dini çfarë? Do të dalë më herët nga puna sot. Takohemi atje. Buzëqeshja që ndriçoi fytyrat e 3 fëmijëve vlente më shumë se çdo biznes që ai mund të mbyllte atë ditë. Dhe kur shikoi Anisën, pa se edhe ajo po buzëqeshte, një buzëqeshje që dukej se thoshte se ndoshta ata më në fund ishin në rrugën e duhur. Muajt në vijim sollën një normalitet që Ardiani nuk e kishte përjetuar prej gati një viti. Rutina e shtëpisë ishte vendosur në një mënyrë aq të natyrshme sa dukej se kishte ekzistuar gjithmonë kështu. Anisa arrinte çdo mëngjes në 7, përgatiste mëngjesin e fëmijëve dhe kur Ardiani zbriste, gjente një shtëpi që merrte frymë me jetë. Detajet të vogla që bënin gjithë ndryshimin, lule të freskëta në tavolinën e kuzhinës, muzikë e butë që dëgjohej gjatë mëngjesit, aroma e bukës së shtëpisë që Anisa kishte mësuar ta bënte duke ndjekur një recetë që e kishte gjetur në fletoren e shënimeve të Elirës. Fëmijët ishin kthyer të ishin fëmijë të vërtetë. Besniku, i cili më parë mbante peshën e të qenit, burri i shtëpisë, ishte kthyer të luante, të bënte prapësira, të ishte një djalë 8 vjeçar. Hana vizatonte përsëri, por tani vizatimet e saj tregonin familje të plota, shtëpi me ngjyra dhe kopshte me lule. Genti, më i vogli, kishte rikuperuar plotësisht të folurën dhe i kalonte ditët duke kënduar këngë që Anisa i mësonte. Ardiani filloi të arrinte më herët nga puna, i motivuar nga dëshira e sinqertë për të kaluar kohë me fëmijët. Zbuloi se mund të punonte nga shtëpia disa pasdite dhe filloi ta bënte këtë sa herë që ishte e mundur. Darkat familjare u bën rutinë, ashtu si dhe shëtitjet e fundjavës. Anisa ishte bërë pjesë e natyrshme e këtyre momenteve, jo më si punonjëse, por si dikush i familjes. Ishte gjatë një prej këtyre shëtitjeve në kopshtin zoologjik, në një pasdite të diele me diell, që Ardiani vuri re se si njerëzit përreth i vëzhgonin. Nuk ishte paranoj, ishin shikime kureshtare, përshpërima diskrete, buzëqeshje të sforcuara të njohurve që përpiqeshin të deshifronin dinamikën e atij grupi. Ardiani, një biznesmen i suksesshëm, i bardh, duke ecur me 3 fëmijë dhe një grua të re me ngjyrë që qartësisht nuk ishte nëna biologjike e fëmijëve, por që ndërvepronte me ta me një dashuri të dukshme amtare. Fillimisht, Ardiani u përpoq të injoronte. Fundja, ajo që kishte rëndësi ishte lumturia e fëmijëve të tij. Por komentet filluan t'i arrinin në forma gjithnjë e më të drejtpërdrejta. I pari ishte Arditi, një koleg i klubit që e takoi rastësisht në qendrën tregtare. Ardian, miku im, sa mirë që të shoh duke dalë nga shtëpia. Po kjo vajza? E dashura e re, pyeti Arditi, duke shikuar diskretisht Anisën, e cila ishte disa metra më tutje me fëmijët duke zgjedhur akullore. Është kujdestarja e fëmijëve, u përgjigj Ardiani, i bezdisur nga toni i pyetjes. Ah, kuptova. Por dukeni të afërt. Kujdes mos i përzihesh gjërat, apo jo. Sidomos me gjithë këtë situatë kaq delikate ende. Ardiani nuk diti si të përgjigjej në atë moment, por fjalët e Arditit e shqetësuan për pjesën tjetër të ditës.
Çfarë situate delikate? Çfarë saktësisht po shihnin njerëzit që ai nuk e shihte? Përgjigja erdhi disa javë më vonë, gjatë një mbledhjeje prindërish në shkollën private ku Ardiani synonte të regjistronte fëmijët vitin tjetër. Shkolla Mbretëresha Teuta ishte një nga institucionet më tradicionale të Tiranës, e frekuentuar nga fëmijët e elitës së kryeqytetit. Ardiani kishte studiuar atje, ashtu si Elira, dhe gjithmonë ishte e natyrshme që fëmijët e tij do të ndiqnin të njëjtën rrugë. Drejtoresha Mimoza, një zonjë elegante me flokë të krejur në mënyrë perfekte, e priti në zyrën e saj me mirësjelljen formale që karakterizonte institucionin. Ardian, i dashur, sa gëzim të pres. Më erdhi shumë keq për humbjen e Elirës. Ajo ishte një nga nxënëset tona më të mira dhe një nën shembullore. Faleminderit, drejtoresh Mimoza. Erdha të zyrtarizoj regjistrimet e besnikut, Hanës dhe Gentit për vitin e ardhshëm. Sigurisht. Por më parë duhet të bisedoj me ty për disa komente që na kanë ardhur. Ardiani ndjeu një të ftohtë në bar. Çfarë lloj komentesh? Drejtoresha Mimoza rregulloi syzet dhe mori një qëndrim që përpiqej të ishte amtar, por tingëllonte për buzës. E dim që po kalon një moment të vështirë dhe është e natyrshme që ke pasur nevojë për ndihmë me fëmijët. Por disa njerëz kanë komentuar për afërsinë midis familjes tënde dhe punonjëses që ke punësuar. Afërsinë, përsëriti Ardiani, duke ndjer acarimin të rritej. Ardian, ti e di si është komuniteti ynë shkollor. Kemi një reputacion për të ruajtur, tradita për të mbajtur. Disa nëna komentuan se të kanë parë në evente publike me këtë vajzë dhe se ajo duket se ka një ndikim shumë të madh mbi fëmijët. Ka nga ata që pyesin nëse kjo është e përshtatshme. Ardiani u ngrit nga karrigia, gjaku i hipi në kokë. Ju po vini në dyshim aftësinë time për të edukuar fëmijët e mi? Jo, as pak. Por kuptoje, Ardian, jetojmë në kohë të komplikuara. Çështje racore, dallime sociale e gjithë kjo gjeneron komente. Dhe kur komentet arrin në shkollë, ato mund të prekin vetë fëmijët. Çfarë lloj komentesh? Drejtoresha Mimoza pshërtiu, sikur po bënte një nder të madh. Ka nga ata që vënë në dyshim natyrën e marrëdhënies mes jush. Nëse është vërtet profesionale apo ka motivime të tjera të përfshira. Dhe ka gjithashtu çështjen e dallimit social. Ti e kupton, disa familje ndihen të parehatshme. Ardiani u ndje sikur i kishin dhënë një shuplar. Ju po më thoni se fëmijët e mi mund të diskriminohen sepse kanë një kujdestare me ngjyrë? Nuk e thash me këto fjalë. Por ishte pikërisht kjo që thatë. Ardiani mori dosjen me dokumentet e fëmijëve. E dini, drejtoresh Mimoza, ndoshta Mbretëresha Teuta, nuk është vërtet vendi i duhur për fëmijët e mi. Ardian, mos u nxito. Mund ta zgjidhim këtë. Ndoshta nëse do të mbajë një distancë më profesionale me punonjësen. Por Ardiani tashmë po dilte nga zyra. Mendja i vlonte nga zemërimi dhe mosbesimi. Si ishte e mundur që njerëz të arsimuar, që e quanin veten të qytetëruar, të mendonin në atë mënyrë? Dhe më e rëndësishmja, si po ndikonte kjo tek Anisa? Kur arriti në shtëpi atë pasdite, gjeti një skenë që në rrethana të tjera do ta bënte të lumtur. Anisa ishte në kopsht me fëmijët, duke i mësuar besnikut të bënte balon. Hana dhe Genti vraponin përreth, duke u përpjekur të ndihmonin. Ishte një pasdite e përsosur vjeshte, me diellin e artë që filtrohej në përgjethet e pemëve. Por Ardiani nuk mund ta shihte më atë skenë me pafajësi. Tani shihte përmes syve të atyre që gjykonin, që vinin në dyshim, që shihnin probleme aty ku ekzistonte vetëm dashuri. Anisa e kuptoi menjëherë se diçka nuk ishte në rregull. Gjatë darkës, ndërsa fëmijët bisedonin gjallërisht për balonën që kishin arritur ta fluturonin, ajo e vëzhgonte diskretisht, duke vënë re tensionin e tij. Pasi fëmijët shkuan të flinin, ajo e gjeti në verandë, duke parë kopshtin me një shprehje të menduar. Ndodhi diçka sot, pyeti ajo, duke u afruar me kujdes. Ardiani hezitoi. Si ti tregonte për komentet paragjykuese pa e lënduar? Si ti shpjegonte se prania e saj, që kishte sjell aq shumë jetë në shtëpinë e tij, po shihej si një problem nga njerëzit përreth? Ardian, tha Anisa, duke u ulur pranë tij. E di që diçka po të shqetëson. Mund të bisedojmë? Ai e shikoi dhe kuptoi se nuk do të arrinte ta fshite. Anisa ishte bërë tepër e rëndësishme për të që ai të gënjente apo të fshite gjëra. Isha në shkollë sot.
për të regjistruar fëmijët për vitin e ardhshëm. Dhe Ardiani i tregoi për mbledhjen me drejtoreshën Mimoza, duke u përpjekur t'i zbusë fjalët, por duke ruajtur thelbin e bisedës. Pa fytyrën e Anisës të mbyllej gradualisht, sikur një perde të ulej mbi emocionet e saj. Kuptova, tha ajo kur ai mbaroi së foluri, zëri i saj tepër i kontrolluar për të qenë i natyrshëm. Anisa, dua që ta dish se u largova nga aty menjëherë. Ata njerëz nuk meritojnë as t'i njohin fëmijët e mi. Por ata nuk janë të vetmit që mendojnë kështu, apo jo Ardian? Pyetja e saj e kapi të papërgatitur. Për çfarë po flet? Unë nuk jam e verbër. I shoh shikimet kur dalim bashk. I dëgjoj komentet kur njerëzit mendojnë se nuk po u kushtoj vëmendje. Shiko, i veu dhe dadoja. Çfarë situate e çuditshme. Gjyna fëmijët, çfarë konfuzioni duhet të jetë në kokën e tyre. Ardiani u ndje sikur kishte gëlltitur gur. Pse nuk ma ke treguar kur këtë? Sepse nuk doja që kjo të bëhej një problem. Sepse i dua këta fëmijë dhe nuk doja që asgjë të dëmtonte mirëqenien e tyre. Dhe po e dëmton. Anisa qëndroi në heshtje për një moment të gjatë dhe Ardiani pa lot të formoheshin në sytë e saj. Sot, kur shkova të merrja agentin nga kopshti, dëgjova dy nëna duke biseduar për ne. Njëra prej tyre tha se ishte e papërshtatshme që një burr i pozicionit tënd të përfshihej me shërbëtoren. Tjetra u përgjigj se këto gjëra ndodhin gjithmonë, por zakonisht burrat janë më diskret. Ardiani ndjeu një zemërim të vlonte brenda tij. Kush ishin ato gra? Nuk ka rëndësi kush ishin, Ardian. Ajo që ka rëndësi është se kjo po përhapet. Dhe herët avon do të arrijë të fëmijët. Ata do të dëgjojnë komente në shkollë, do të bëjnë pyetje që nuk do të dinë si t'u përgjigjen. Por ata janë të lumtur, Anisa. Për herë të parë në muaj, ata janë vërtet të lumtur. E di. Dhe prandaj kjo dhemb kaq shumë. Lotët filluan të rridhnin nëpër fytyrën e Anisës. Sepse edhe unë jam e lumtur këtu. Më e lumtur se sa kam qenë që kur u largua Iliriana. Por ndoshta duhet të largohem. Fjalët e saj e goditën Ardianin si një grusht në stomak. Të largohesh? Anisa, ti nuk mundesh. Po, mundem. Në fakt, ndoshta kjo është ajo që duhet të bëj. Para se kjo të shkaktoj probleme më të mëdha për ju. Ardiani u ngrit papritur duke filluar të ecte para mbrapa në verandë. Kjo është qesharake. Ti je gjëja më e mirë që u ka ndodhur fëmijëve të mi që kur vdiq Elira. Nuk do të lejoj një tuf njerëzish paragjykues ta shkatërrojnë këtë. Dhe çfarë do të bësh? Të zihesh me gjithë shoqërinë? Të ndryshosh mentalitetin e një klase të tërë shoqërore? Ardian, bëhu realist. Mund të ndryshoj shkollë. Mund të ndryshoj rreth shoqëror. Mund të ikësh përgjithmonë? Anisa u ngrit gjithashtu duke e shikuar. Dhe kur besniku të bëhet 15 vjeç dhe të sjell të dashurën në shtëpi? Dhe kur Hana të doj të bëj festë mature? Dhe kur Genti të doj të hyjë në fakultet? Do të vazhdosh të ikësh nga komentet përgjithmonë? Ardiani nuk dinte çfarë të përgjigjej. Sepse, në thelb, e dinte se ajo kishte të drejtë. Nuk mund ta mbronte atë nga paragjykimet për pjesën tjetër të jetës. Përveç kësaj, vazhdoi Anisa, zëri i saj më i butë tani, unë nuk mund të vazhdoj të jetoj në hije, Ardian. Nuk mund të vazhdoj të shihem si punonisja që nuk e di vendin e saj. Nuk mund të shtirem sikur nuk ekziston asgjë mes nesh. Fjalia e saj e fundit e bëri Ardianin të ndalonte së ecuri. Mes nesh? Anisa e shikoi drejt për drejt me një guxim që ai nuk e priste. Ti e di për çfarë po flas. Ka javë që nuk jemi më vetëm punëdhënës dhe punonise. Ka javë që ti më shikon në një mënyrë tjetër. Dhe unë ndjej diçka për ty. Ardiani ndjeu zemrën t'i rrite më shpejt. Ajo kishte të drejtë. Ka javë që luftonte kundër ndjenjave që nuk arrinte t'ia shpjegonte as vetes. Fillimisht kishte menduar se ishte vetëm mirënjohje për mënyrën se si kujdesej për fëmijët. Pastaj se ishte admirim për mënyrën se si përballonte zinë. Por gradualisht kishte kuptuar se ishte diçka më e thellë, më komplekse. Anisa, mos thuaj asgjë tani. E di që është e komplikuar, e di që është herët, e di që ka 1000 arsye pse kjo nuk ka kuptim. Ajo fshiu lotët nga fytyra.
por gjithashtu e di se nuk mund të vazhdoj këtu duke u shtirur sikur jemi vetëm miq ndërsa e gjithë bota spekulon për marrëdhënien tonë. Çfarë po më kërkon? Po them se ndoshta është më mirë të kërkoj një punë tjetër. T'ju lë të vazhdoni përpara pa komplikimet që po shkakton prania ime. Ardiani ndjeu panik. Ideja e humbjes së Anisës ishte e padurueshme dhe jo vetëm për shkak të fëmijëve. Ai ishte dashuruar. Me forcën e saj, me aftësinë e saj për të dashur edhe pas aq shumë vuajtjesh. Po sikur unë të mos dua që ti të largohesh, atëherë do të duhet të vendosësh se çfarë do vërtet, Ardian. Sepse unë nuk mund të qëndroj këtu duke u gjykuar, duke u parë si një problem, duke qenë e padukshme për botën. Nëse qëndroj, duhet të jetë si ajo që jam vërtet për ju. Atë natë, Ardiani nuk arriti të flinte. Qëndroi në verandë deri në agim duke menduar për fjalët e Anisës, për zgjedhjet që do të duhej të bënte. Në mëngjes gjeti një shënim prej saj në kuzhinë, i kishte çuar fëmijët në shkollë dhe do ta kalonte ditën duke rregulluar gjërat e saj. Paniku që ndjeu Ardiani ishte i menjëhershëm. Ajo vërtet po synonte të largohej. Anuloi të gjitha mbledhjet e ditës dhe qëndroi në shtëpi duke e pritur të kthehej. Kur më në fund e pa duke ardhur me fëmijët pasdite, kuptoi nga shpreha e tyre se diçka nuk ishte në rregull. Babi, e thiri besniku sapo hyri në shtëpi me sytë e kuq. Ti Anisë, tha se ndoshta do të duhet të largohet. A është e vërtet? Hana ju hodh në prehër Ardianit duke qarë. Mos e le të shkoj, babi. Nuk dua që ajo të largohet. Genti, më i vogli, thjesht mbajti fort dorën e Anisës, sikur të mund ta ndalonte të ikte përmes prekjes. Ardiani shikoi Anisën mbi kokat e fëmijëve dhe pa se ajo po luftonte për të mos qarë gjithashtu. Fëmijë, tha ajo me zë të dridhur, ndonjëherë të rriturit duhet të marrin vendime të vështira për të mbrojtur njerëzit që duan. Por ne të duam ty, teze Anisa, tha besniku, pa e kuptuar. Dhe ti gjithashtu na do ne. Pse duhet të largohesh nëse të gjithë e duam njëri tjetrin këtu? Pyetja e pafajshme e besnikut kumbonte nëpër shtëpi si një klithme e së vërtetës. Pse në të vërtetë duhej të largohej? Për shkak të tjerëve? Për shkak të asaj që mendonin të tjerët? Ardiani shikoi familjen e tij, sepse kjo ishin bërë një familje dhe mori një vendim që do të ndryshonte gjithçka. Anisa, tha ai, zëri i tij i prerë për herë të parë pas disa ditësh. Mund të bisedojmë privatisht? Ata shkuan në zyrë duke i lënë fëmijët në dhomën e ndenjes me lodrat e tyre. Ardiani mbylli derën dhe u kthye nga ajo i vendosur. Ti ke të drejtë. Për gjithçka. Për shikimet, për komentet, për faktin që e gjithë situata është bërë e paqëndrueshme. Anisa uli syt, duke u përgatitur të dëgjonte se ai ishte dakord me vendimin e saj për t'u larguar. Por ti gjithashtu e ke gabim, vazhdoi Ardiani. E ke gabim kur mendon se zgjidhja është të ikësh. E ke gabim kur mendon se duhet t'i lëm njerëzit e tjerë të vendosin se si duhet të jetë familja jonë. Ardian. Më lër të mbaroj. Ai ju afrua duke i mbajtur duar. Unë jam dashuruar me ty, Anisa. Jo me kujdestaren e fëmijëve të mi, jo me gruan që më ndihmoi të kaloj azin. Unë jam dashuruar me ty me gruan e fortë, guximtare, të dashur që je. Lotët filluan të rridhnin nëpër fytyrën e Anisës. Dhe nëse njerëzit e tjerë kanë problem me këtë, nëse mendojnë se familja jonë nuk është e përshtatshme, atëherë problemi është i tyre, jo i yni. Ardiani i përkëdheli fytyrën duke i fshirë lotët. Qëndro me mua, Anisa. Jo si punonjëse, jo e fshehur, jo e padukshme. Qëndro me mua si ajo që je vërtet për ne. Po sikur komentet të përkeqësohen, atëherë do t'i përballojmë së bashku. Nuk do të fshihem më nga ajo që ndjej për ty, Anisa e shikoi për një moment të gjatë, sikur po maste sinqeritetin e fjalëve të tij. Je i sigurt? Sepse pasi ta bëjmë këtë hap, nuk ka kthim prapa. Të gjithë do ta dinë se nuk jemi thjesht punëdhënës dhe punonjëse. Ardiani buzëqeshi, duke ndjerë një paqe që nuk e kishte përjetuar prej muajsh. Të gjithë e din tashmë, Anisa. Dallimi është se tani edhe ne do ta pranojmë. Dhe aty, në zyrën që dikur kishte qenë streha e tij nga dhimbja, Ardiani e puthi Anisën për herë të parë, duke vullosur një vendim që do t'u ndryshonte jetën përgjithmonë. Vendimi për të pranuar publikisht marrëdhënien solli një guxim që Ardiani nuk e dinte se e kishte.
Të hënën pasuese, në vend që të përpiqej të fshihte ose të minimizonte praninë e Anisës në jetën e tij, ai bëri pikërisht të kundërtën. Kur arriti në zyrë, i kërkoi asistentes së tij të anulonte drekën e biznesit që kishte caktuar dhe të telefononte zyrën e shtypit të kompanisë. Dua të jap një intervistë, i tha Klarës, zëdhënëses së tij, një grua e mprehtë që e njihte Ardianin prej vitesh. Për zgjerimin e kompanisë në provincë, pyeti ajo, duke marrë agjendën. Jo. Për familjen time. Për rindërtimin. Për dashurinë. Klara ngriti vetullat, qartësisht e befasuar. Ardian Berisha ishte i njohur për të qenë jashtëzakonisht i rezervuar me jetën personale. Që nga vdekja e Elirës ishte bërë edhe më i mbyllur ndaj medias. Ardian, je i sigurt? Pas asaj që ndodhi me Elirën, ti gjithmonë ke qenë shumë i kujdesshëm me ekspozimin. Jam i sigurt. Dhe Klara? Dua një intervistë të vërtetë. Jo një nga ato bisedat sipërfaqësore për biznesin. Dua të flas për atë që ka vërtet rëndësi. Klara tundi kokën, ende duke procesuar ndryshimin e qëndrimit të tij, por filloi të bënte telefonata. Brenda pak orësh, kishte siguruar një hapësirë në emisionin me audiencën më të lartë të televizionit shqiptar, Lidhje Direkte Tirana, që transmetohej të enjteve në mbrëmje. Kur Ardiani arriti në shtëpi atë pasdite, gjeti Anisën në kopsht me fëmijët, duke vjel domatet e para nga kopshti që kishin mbjell muaj më parë. Skena ishte aq natyrshëm familjare saqë ja përforcoi sigurinë për vendimin që kishte marrë. Anisa, duhet të bisedoj me ty për diçka të rëndësishme. Ajo e shikoi, duke vënë re tonin serios në zërin e tij, por edhe diçka ndryshe në sytë e tij. Një vendosmëri që nuk e shite prej shumë kohësh. Pasi fëmijët shkuan të flinin, Ardiani i tregoi për intervistën që kishte caktuar. Anisa e dëgjoi në heshtje, emocionet e saj alternoheshin midis shpresës dhe frikës. Je i sigurt për këtë? Sa po të dalësh në televizion, nuk ka kthim prapa, Ardian. E di. Dhe pikërisht prandaj dua ta bëj. Jam lodhur duke jetuar me frikën se çfarë do të mendojnë të tjerët. Jam lodhur duke fshehur atë që ndjej për ty, duke u shtirur sikur je vetëm një punonjëse kur je shumë më tepër se kaq. Po sikur reagimi të jetë negativ? Po sikur kjo të ndikojë në biznesin tënd? Ardiani i mori duar. Nëse klientët dhe partnerët e mi janë njerëz që nuk arrin të pranojnë se një burr i u dashurua me gruan që u ktheu gëzimin fëmijëve të tij, atëherë nuk janë njerëz me të cilët dua të punoj gjithsesi. Të enjtën, studioja e Lidhje Direkte Tirana ishte më e lëvizshme se zakonisht. Lajmi se Ardian Berisha, një nga biznesmenët më me ndikim në Shqipëri, do të jepte një intervistë personale kishte zgjuar kurreshtjen në media. Shumë spekulonin për arsyen, do të ishte për zgjerimin e bizneseve? Ndonjë filantropi të re? Një homazh për gruan e ndjer? Ardiani arriti në studio i shoqëruar vetëm nga Klara. Kishte këmbëngulur që Anisa të mos vinte, duke dashur ta kursente nga ekspozimi fillestar. Ajo kishte rënë dakord, por premtoi se do ta shite nga shtëpia me fëmijët. Aida Aliu, prezantuesja e emisionit, ishte e njohur për intervistat e saj të drejtpërdrejta, por të respektueshme. Kur kamerat filluan të regjistronin, pyetja e saj e parë ishte pikërisht ajo që priste Ardiani. Ardian, ti gjithmonë ke qenë shumë i rezervuar me jetën tënde personale. Çfarë të motivoi të pranosh këtë intervistë sot? Ardiani mori frym thellë, duke shikuar drejt për drejt kamerën. Aida, për një kohë të gjatë besoja se të mbroja familjen time do të thoshte ta mbaja larg vëmendjes. Por kohët e fundit kuptova se ndonjëherë të mbrosh ata që do të thotë pikërisht e kundërta, është të flasësh për ta, është të njohësh publikisht vendin që ata zënë në jetën tonë. Po i referohesh fëmijëve të tu. Fëmijëve të mi, po. Por jo vetëm atyre. Ardiani bëri një pauzë, duke ndjerë zemrën t'i rrite më shpejt. Ka një person shumë të veçantë që ka hyrë në jetën tonë muajt e fundit dhe që ka ndryshuar plotësisht realitetin tonë. Aida u përkul pak përpara, duke kuptuar se ishte përballë një zbulimi të rëndësishëm. Pasi gruaja ime Elira ndërroi jetë, fëmijët e mi dhe unë hym në një fazë shumë të errët. Fëmijët kishin pushuar së qeshuri, së luajturi, së qeni fëmijë. Unë isha aq i humbur në zinë time sa nuk arrija t'i ndihmoja. Pikërisht atëherë Anisa erdhi në jetën tonë. Ardiani tregoi historinë që nga fillimi. Foli për atë pas ditët të parë kur arriti në shtëpi dhe dëgjoi të qeshura për herë të parë pas disa muajsh.
përshkroi transformimin gradual të fëmijëve, mënyrën se si Anisa kishte arritur të kthente gëzimin pa u përpjekur të fshinte kujtimin e nënës së tyre. Anisa nuk është thjesht një kujdestare, tha ai, zëri i tij i ngarkuar me emocion. Ajo është një grua e jashtëzakonshme që humbi një vajzë 3 vjeçare nga leuqemia dhe që, edhe pas aq shumë dhimbjeje, ende arrin të dojë fëmijë të tjerë sikur të ishin të saj. Aida dëgjonte me vëmendje, qartësisht e prekur nga historia. Por Ardian imagjinoi se kjo afërsi ka gjeneruar komente. Po, ka gjeneruar. Dhe pikërisht për këtë dua të flas sot. Ardiani u drejtua në karrige. Jetojmë në një shoqëri që adhuron të gjykoj, të spekuloj, të krijoj probleme aty ku ekziston vetëm dashuri. Disa njerëz e pan marrëdhënien e dashur midis Anisës dhe fëmijëve të mi si diçka të papërshtatshme. Të tjerë vunë në dyshim aftësinë time të gjykimit për lejimin e një punoniseje të bëhej kaq e afërt me familjen. Dhe çfarë ke për të thënë për këto komente? Ardiani buzëqeshi, një përzierje trishtimi dhe vendosmërie në sytë e tij. Që këta njerëz po humbasin pikën kryesore. Nuk bëhet fjalë për punëdhënës dhe punonjëse. Bëhet fjalë për një familje që ishte e thyer dhe që gjeti një mënyrë për t'u rindërtuar. Bëhet fjalë për dashuri. Dashuri? Po, Aida. Unë u dashurova me Anisën. Dhe nuk ka asgjë të keqe në këtë. Ajo është një grua inteligjente, guximtare, e dashur, që solli dritë përsëri në shtëpinë tonë. Dhe nëse disa njerëz kanë problem me këtë për çështje të klasës shoqërore, të racës, apo çdo paragjykimi tjetër, atëherë problemi është i tyre, jo i yni. Studioja mbeti në heshtje për disa sekonda. Ishte e rrallë të shihej një rrëfim kaq të drejtpërdrejtë dhe të guximshëm në televizion. Si reaguan fëmijët tuaj ndaj këtij ndryshimi? Ata ishin të parët që e pranuan Anisën si pjesë të familjes. Fëmijët nuk shohin paragjykime, nuk gjykojnë nga ngjyra e lëkurës apo nga llogaria bankare. Ata shohin dashuri, kujdes për kujdesje. Dhe e njohin këtë menjëherë. Dhe çfarë planifikoni për të ardhmen? Ardiani buzëqeshi dhe për herë të parë në muaj dukej vërtet në paqe. Kemi një projekt shumë të veçantë në mendje. Duam të transformojmë një pjesë të shtëpisë sonë në një fondacion mbështetës për familjet që po kalojnë humbje, veçanërisht familjet me fëmijë në trajtim për kancer. Do të jetë një homazh si për gruan time Eliren, ashtu edhe për vajzën e Anisës, Ilirianën. Një fondacion së bashku? Së bashku. Si një familje. Në shtëpi, Anisa shite intervistën me fëmijët në prerë, lotët i rridhnin në përfytyrë. Besniku i mbante dorën, Hana ishte strukur pranë saj dhe Genti flinte në prerin e saj, i pavetdijshëm për rëndësinë e atij momenti. Teze Anisa, tha Besniku kur intervista mbaroi, tani të gjithë do ta dinë se ti je nga familja jonë e vërtet? Duket se po, i dashur, u përgjigj ajo, ende duke procesuar gjithçka që sapo kishte dëgjuar. Hana u kthye nga ajo, me atë seriozitet që vetëm fëmijët mund ta kenë. Je e lumtur? Anisa buzëqeshi përmes lotëve. Shumë e lumtur. Kur Ardiani arriti në shtëpi atë natë, gjeti Anisën duke e pritur në verandë. Ajo ju hodh në krah dhe ata qëndruan të përqafuar për disa minuta, pa pasur nevojë për fjalë. Ti je i çmendur, tha ajo më në fund. Plotësisht i çmendur. Përse? Që vure gjithçka në bast për ne. Që u ekspozove kështu. Që rrezikove gjithçka. Ardiani u largua pak për ta parë në sy. Nuk ishte një bast, Anisa. Ishte një siguri. Në ditët në vijim, reagimi ndaj intervistës ishte pikërisht ai që priste Ardiani, i ndarë. Kishte kritika, po. Komente paragjykuese në rrjetet sociale, artikuj që vinin në dyshim vendimin e tij, njerëz nga rreti i tij shoqëror që u larguan. Por kishte diçka që ai nuk e priste, shumë më tepër mbështetje se sa kritika. Kompania mori qindra mesazhe nga njerëz që u ndjen të frymëzuar nga historia. Familje të tjera në situata të ngjashme kontaktuan, duke dashur të ndanin përvojat e tyre. Pati madje propozime për partneritete për fondacionin që Ardiani kishte përmendur. Më e rëndësishmja, fëmijët filluan të trajtoheshin ndryshe në shkollën e re ku Ardiani i kishte regjistruar. Në vend të shikimeve kurioztare dhe pëshpërimave, gjetën mirëpritje dhe respekt. Historia e familjes kishte prekur prindër të tjerë që gjithashtu kuptonin sfidat e rindërtimit familjar.
3 muaj pas intervistës, krau perëndimor i shtëpisë së Berishajve po rinovoi për t'u bërë qendra mbështetëse Iliriana e Lira. Emri kishte qenë sugjerim i Hanës, e cila donte të nderonte si të ëmën, ashtu edhe vajzën e Anisës. Hapësira do të përfshinte dhoma lojrash për fëmijët në trajtim, zyra për këshillim psikologjik familjar dhe një bibliotekë me libra për fëmijë. Anisa ishte bërë zyrtarisht koordinatore e projektit, duke përdorur përvojën e saj personale dhe formimin në pedagogji për të zhvilluar aktivitete specifike për familjet në zi. Ardiani kujdesej për pjesën administrative dhe financiare, por ishte ajo që i jepte shpirt projektit. Në ditën e inaugurimit, 6 muaj pas asaj pasditeje të parë me të qeshura, shtëpia ishte plot me të ftuar. Familje që do të përfitonin nga projekti, profesionistë të fushës së shëndetësisë, gazetar dhe mbi të gjitha, fëmijë. Shumë fëmijë. Ardiani u ngjit në skenën e vogël të montuar në kopsht për të mbajtur fjalimin e hapjes. Anisa ishte në rreshtin e parë, pranë Besnikut, Hanës dhe Gentit, të gjithë të veshur me rrobat e tyre më të mira. Zonja Lirie, vjera e Ardianit, ishte aty gjithashtu, me një buzëqeshje krenare në fytyrë. Ajo ishte bërë një nga mbrojtëset më të mëdha të Anisës, pasi pas se si nusja e zgjedhur u kishte kthyer gëzimin nipërve dhe mbesës. Miqtë e mi, filloi Ardiani, zëri i tij kumbonte nëpër kopsht. Sot nuk po inaugurojmë vetëm një qendër mbështetëse. Po festojmë provën se dashuria gjithmonë gjen një rrugë. Ai shikoi Anisën, e cila buzëqeshte me lot në sy. Një vit më parë, kjo shtëpi ishte një vend heshtjeje dhe malli. Sot, ajo vlon nga jeta, nga shpresa, nga e ardhmja. Dhe kjo u bë e mundur vetëm sepse një grua e jashtëzakonshme na mësoi se është e mundur të duash pa frikë, edhe pas humbjes. Ardiani zbriti nga skena dhe eci drejt vendit ku ishte Anisa. Në shikimin e të gjithë të pranishmëve, ai u gjunjëzua para saj dhe nxori nga xhepi një kuti të vogël. Anisa Costa, tha ai, zëri i dridhej nga emocioni, ti më ktheve jetën mua dhe fëmijëve të mi. Solle dritë aty ku kishte vetëm errësirë. Solle dashuri aty ku kishte vetëm zbrazëti. A do të martohesh me mua? Kopshti mbeti në heshtje absolute. Anisa shikoi Ardianin, pastaj fëmijët që e shikonin me pritshmëri dhe më në fund të gjitha fytyrat përreth që prisnin përgjigjen e saj. Po, tha ajo, zëri i saj mezi dëgjoi. Dhe pastaj, më me zë të lartë, po, pranoj. Kopshti shpërtheu në duartrokitje dhe thirrje gëzimi. Besniku, Hana dhe Genti vrapuan për t'i përqafuar, duke formuar një rreth familjar pikërisht aty, në mes të gjithë asaj feste. Ndërsa Ardiani i vendoste unazën në gisht Anisës, ajo i përshpëriti në vesh, faleminderit që nuk pate frikë të duash përsëri. Faleminderit ti që më mësove se është e mundur të rindërtosh një familje pa shkatëruar kujtimet, u përgjigj ai. Atë natë, pasi të gjithë të ftuarit ishin larguar dhe fëmijët më në fund kishin fjetur, Ardiani dhe Anisa u ulën në verandë, duke soditur kopshtin ku gjithçka kishte filluar. Kopshti i perimeve që ajo kishte mbjell ishte i lulëzuar, shtëpia në pemë që kishin ndërtuar së bashku ishte e ndriçuar nga drita të vogla krishtlindjesh, dhe hapësira ku do të funksiononte qendra mbështetëse tashmë tregonte shenjat e jetës që do të strehonte. Mendon se Elira do ta miratonte? Pyeti Ardiani, duke mbajtur dorën e Anisës. Jam e sigurt se po. Ashtu siç jam e sigurt se Iliriana është e lumtur duke parë nënën e saj të lumtur përsëri. Si arrin të jesh kaq e sigurt? Anisa buzëqeshi, duke treguar një nga dritaret e shtëpisë, ku një dritë e butë tregonte se Genti e kishte lënë abazhurin ndezur. Sepse dashuria nuk vdes, Ardian. Ajo transformohet, shumë fishohet, gjen forma të reja për të ekzistuar. Elira na bashkoi përmes fëmijëve. Iliriana më solli tek ju përmes përvojës sime me zin. Dashuria jon nuk zëvendëson atë që kemi humbur, ajo e nderon. Ardiani puthi dorën e Anisës, duke ndjerë një paqe të thellë t'i pushtonte zemrën. Aty, në atë kopsht që kishte dëshmuar aq shumë dhimbje dhe aq shumë shërim, ata po shkruanin një kapitull të ri të jetës së tyre. Jo një rifillim që fshinte të kaluarën, por një vazhdim që e nderonte atë. Një vit më vonë, martesa e Ardianit dhe Anisës u festua në të njëjtin kopsht ku ai kishte kërkuar dorën. Ceremonia ishte e thjeshtë, intime, me praninë vetëm të njerëzve më të rëndësishëm të jetës së tyre. Besniku ishte shoqëruesi i vogël, Hana shpërndau petale trëndafili nëpër rrugë, dhe Genti mbajti unazat me seriozitetin e dikujt që e dinte se po merrte pjesë në diçka shumë të veçantë.
Në tavolinën e nderit, 2 vende ishin rezervuar me lule, një për Elirën, tjetri për Ilirianën. Jo si një formë trishtimi, por si njohje se edhe ato ishin pjesë e asaj feste. Gjatë festës, Ardiani vëzhgonte familjen e tij të re. Anisa kërcente me besnikun një këngë që Elira e këndonte shpesh, Hana u mësonte hapat e baletit fëmijëve të tjerë të pranishëm, dhe Genti vraponte në përkopsht me gëzimin infektues të një fëmije që ndihej plotësisht i dashur dhe i sigurt. Qendra mbështetëse Iliriana Elira ishte bërë një referencë në qytet. Çdo muaj, familje gjenin aty mbështetjen e nevojshme për të kaluar momentet e tyre më të vështira. Anisa koordinonte grupe mbështetëse, Ardiani mbante leksione për rindërtimin familjar dhe fëmijët merrnin pjesë duke treguar përvojat e tyre të tejkalimit. Në një pasdite të diele, gati 2 vjet pas asaj pasditeje të parë me të qeshura, Ardiani arriti në shtëpi dhe përsëri dëgjoi tinguj gëzimi që vinin nga dhoma e ndenjes. Por këtë herë nuk ishin vetëm zërat e besnikut, Hanës dhe Gentit. Kishte edhe fëmijë të tjerë, fëmijë të familjeve që frekuentonin qendrën mbështetëse, që kishin ardhur për një drekë. Ardiani qëndroi te dera duke vëzhguar skenën. Anisa ishte në qendër të rrethit duke treguar një histori, pikërisht si atë herën e parë. Por tani ajo nuk ishte më kujdestarja e punësuar për të sjellë gëzim përsëri në atë shtëpi. Ajo ishte nëna e zgjedhur, gruaja e dashur, gruaja që kishte provuar se dashuria është gjithmonë e mundur kur kemi guximin të hapim zemrën. Besniku e pa i pari dhe vrapoi ta përqafonte. Babi. Erdhe në kohën më të mirë. Mami po tregonte historinë se si u njohët ju. Mami. Ardiani buzëqeshi duke ndjerë zemrën të ngrohej. Po, ajo ishte nëna e tyre tani. Jo zëvendësuesja e Elirës, por nëna e re që jeta ua kishte dhënë. Dhe cilën pjesë të historisë po tregonte, pyeti Ardiani, duke u ulur në rreth. Pjesën e të qeshurave, u përgjigj Hana, duke u strukur pranë tij. Si arrite ti në shtëpi dhe na dëgjove duke qeshur për herë të parë pasi mami Elira shkoi në qiell? Ardiani shikoi Anisën, e cila buzëqeshte me atë shprehje të qetë që ai e donte aq shumë. Ajo kishte arritur diçka që dukej e pamundur, të nderonte të kaluarën ndërsa ndërtonte të ardhmen, të donte fëmijët e një gruaje tjetër pa u përpjekur të fshinte kujtimin e saj, të rindërtonte një familje duke mbajtur gjallë kujtimin e asaj që e nisi atë. Dhe cili është fundi i historisë? Pyeti një nga fëmijët vizitor. Anisa shikoi përreth rrethit të gjithë ata fëmijë që kishin historitë e tyre të humbjes dhe rindërtimit dhe pastaj Ardianin. Fundi, tha ajo, është se ndonjëherë historitë më të mira nuk kanë fund. Ato vazhdojnë të shkruhen çdo ditë, me çdo të qeshur, çdo përqafim, çdo moment dashurie që zgjedhim të jetojmë. Dhe kështu, në atë dhomë që dikur kishte qenë tepër e heshtur, i rrethuar nga të qeshura që kumbonin nëpër mure si muzikë, Ardiani kuptoi se Anisa kishte të drejtë. Historia e tij nuk kishte mbaruar me vdekjen e Elirës, ashtu si e saj nuk kishte mbaruar me largimin e Ilirianës. Historitë e tyre ishin takuar, ishin gërshetuar dhe së bashku kishin krijuar diçka të re dhe të bukur. Dashuria, zbuloi Ardiani në atë moment, nuk është një burim i kufizuar që shteron kur e humbasim. Dashuria është e pafundme, e aftë të shumë fishohet, të gjejë zemra të reja për të banuar, jetë të reja për të transformuar. Dhe kur kemi guximin të duam përsëri, nuk po zëvendësojmë ata që kemi humbur, po nderojmë aftësinë për të dashur që ata zgjuan tek ne. Ndërsa vëzhgonte familjen e tij të mbledhur atë pasdite të diele, Ardiani e dinte se kishte marrë vendimet e duhura. Kishte zgjedhur dashurinë në vend të frikës, guximin në vend të konformizmit, lumturinë në vend të miratimit shoqëror. Dhe rezultati ishte aty, në formën e të qeshurave që mbushnin shtëpinë e tij, të fëmijëve që u kthyen të ishin fëmijë, të një gruaje të jashtëzakonshme që kishte zgjedhur të qëndronte dhe të ndërtonte diçka të bukur me copat e thyra të jetëve të tyre. Atë natë, pasi të gjithë fëmijët vizitor ishin larguar dhe besniku, Hana dhe Genti kishin fjetur, Ardiani dhe Anisa u ulën në kopsht, siç bënin çdo natë. Kopshti i perimeve ishte më i harlisur se kur, qendra mbështetëse funksiononte me kapacitet të plotë dhe shtëpia merrte frymë me jetë në çdo cep. Je e lumtur? Pyeti Ardiani, një pyetje që e bënte shpesh, sikur të kishte nevojë të sigurohej se gjithçka ishte e vërtetë. Më e lumtur se sa kam imagjinuar ndonjëherë se do të ishte e mundur pas Ilirianës, u përgjigj Anisa, duke u strukur pranë tij. Po ti? Plotësisht i lumtur, tha ai, duke i puthur majën e kokës. Dhe mirënjohës.
Mirënjohës që pate guximin të qëndroje, që më mësove se është e mundur të duash pa frikë. Faleminderit ti që më tregove se meritoja të dohesha përsëri, u përgjigj ajo. Aty, në kopshtin ku gjithçka kishte filluar, kuzia ishte transformuar në shpresë dhe frika i kishte lënë vendin dashurisë, Ardiani dhe Anisa e dinin se kishin gjetur diçka të rrallë dhe të çmuar. Një shans të dytë për lumturi të ndërtuar mbi themelet e forta të dashurisë së vërtetë. Dhe ndërsa yjet shkëlqenin mbi Tiranë, mbi shtëpinë e tyre plot jetë, mbi qendrën mbështetëse që do të ndihmonte familje të tjera të gjenin rrugën e tyre drejt gëzimit, ata e dinin se historia e tyre do të vazhdonte të shkruhej ditë pas dite, e qeshur pas të qeshure, dashuri pas dashurie. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Ardianit dhe Anisës t'ju ketë prekur thellësisht zemrat. Nëse jeni emocionuar me këtë udhëtim të i kalimi, dashurie dhe rindërtimi familjar, lini pëlqimin tuaj, abononi në kanal dhe na tregoni në komente cili moment ju ka shënuar më shumë. Këtu, çdo ditë, sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të bukur dhe të vërtet të shpirtit njerëzor, duke treguar se gjithmonë është e mundur të rifillosh kur kemi guximin të duam. Jeta na mëson se dashuria e vërtet nuk zëvendëson atë që kemi humbur, por na jep forcë për të ndërtuar diçka të re dhe të bukur mbi themelet e asaj që kemi jetuar. Ju presim në episodin e ardhshëm me një histori tjetër që do të luajë me emocionet tuaja dhe do të tregoj se lumturia gjithmonë gjen një rrugë kur i hapim zemrën asaj.